Mjeku çudit botën, ky gabim që bëni me çajin e kamomilit mund t'ju kushtojë jetën. Është stina e virozave dhe probleme shëndetësore që shkaktohen krahas trajtimeve me ilaçe, padyshim kërkojnë edhe kujdes në lidhje me ushqyerjen. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin dhe lehtësimin e dhimbjeve të organizmit nga virozat. Është fantastik në lehtësimin e dhimbjeve të barkut, dhimbjeve të stomakut, por edhe të kokës. Ndaj, është edhe i rekomandueshëm nga vetë mjekët për të përdorur në raste të tilla. Por përgatitja e çajit të kamomilit megjithatë duket se ka diçka që nuk është e lehtë, që në të vërtetë është sekreti i saj për ta përgatitur si duhet për të përfituar vlerat për organizmin që kjo bime mrekullueshme ka. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Mënyra e përgatitjes qëndron te zgjerrja. Gabimi i parë që shumë njerëz bëjnë teksa përgatisin çajin e kamomilit është procesi i zgjerrjes. Asnjëherë mos e zgjeni bashkë me ujin gjithë kamomilin. Si fillim, vendosni në zjarr çajnikun ose enën ku do të zgjeni ujin për të përgatitur çajin. E lini ujin të zgjejë dhe kamomili që do të përdorni për të përgatitur çajin nuk duhet të shtohet në momentin që uji zjen. Temperatura është gjithashtu një gabim që bëni edhe kur zjeni kamomilin. Ky është një tjetër detaj i rëndësishëm. Uji do të jetë gati në momentin që ka nisur të vlojë tërësisht. Kur të jetë duke vluar, largoheni nga zjarri dhe në këtë moment hidhni sasinë e caktuar të kamomilit. I përzieni mirë dhe e lini për 3 ose 4 minuta dhe më pas çekulloni lëngun për të marrë sasinë e çajit të përfituar. Kujdesuni që të mos e lini më shumë se 3 deri në 4 minuta pasi kamomili mund të lëshojë më shumë nga ekstrakti i tij duke u bërë më i fortë dhe duke shkaktuar efekte të padëshiruara që krijojnë edhe dëme për organizmin. Mbani në konsiderat që për një filxhan çaj uji të hidhni një lugë me kamomil të thatë ose 2 lugë çaji kamomil të njomë. Kështu vlerat që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike, gjithmonë duke evituar këto gabime. Çaji i kamomilit është i njohur prej kohësh në trajtimin e pagjumësisë, por ulëmtimet tregojnë se kjo bimë është e dobishme dhe gjithashtu ndihmon në zbutjen e ndjenjave të ankthit dhe është e mirë të ruaj edhe shëndetin e kockave. Kur pini çaj kamomili pas darke, mund të ndjeheni më të relaksuar dhe gati për të fjetur, por nuk është vetëm lëngu i ngrohtë aromatik që ju qetëson. Kamomili ka veti që ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së gjumit dhe të humorit të mirë, mbështet shëndetin e kockave dhe lehtëson edhe dhimbjet. Kamomili është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët duan të përmirësojnë edhe gjumin. Çaji i kamomilit është i njohur prej kohësh në trajtimin e problemeve të pagjumësisë. Kjo për shkak se kamomili përmban apigenin, e cila gjithashtu është një flavonoid. Flavonoidet janë kimikate që luftojnë në toksinat, dhe gjithashtu ato janë antioksidantët më të vlefshëm në mbrojtjen e organizmit tuaj dhe jo vetëm. Çaji i kamomilit është një zgjidhje produktive edhe në ruajtjen e shëndetit tuaj të kockave. Çaji i kamomilit është i mirë për shëndetin e kockave sepse flavonoidet në kamomil ndihmojnë kockat të riparohen dhe gjithashtu edhe të rriten. Gjithashtu kamomili mund të ndihmojë në rregullimin e aktiviteteve të shëndetshme të ndërtimit të kockave. Ky zbulim mund të jetë veçanërisht i rëndësishëm për gratë që janë të prirur ndaj osteoporozës ose në menopauzë, të cilat reduktimi i estrogjenit krijon edhe humbje kockore. Kamomili është një zgjidhje shumë e mirë ushqyese për ata persona të cilët kanë edhe probleme me ankthin. Kamomili është i mirë për ankthin kryesisht për shkak të efekteve të tij edhe në simptomat e gjendjes, duke përmirësuar kështu cilësinë e gjumit, duke relaksuar muskujt dhe duke ulur presionin e gjakut dhe duke mundësuar një gjendje më të mirë relaksi. Ju mund të reduktoni simptomat e ankthit si pagjumësia dhe nervozizmi duke përdorur çajin e kamomilit në mënyrë të rregullt për dietën tuaj. Çaji i kamomilit është një zgjidhje shumë e mirë edhe në lehtësimin e dhimbjeve menstruale. Deri në 93% e grave mund të përjetojnë dhimbje menstruale gjatë jetës së tyre, por çaji i kamomilit mund të jetë një nga zgjedhjet më të mira për këtë problem. Pijet e ngrohta dhe qetësuese mund të lehtësojnë dhimbjet. Megjithatë, kamomili është më i mirë se si energjiku dhe barishtet e tjera kanë efekte antispazmatike. Struktura kimike e kamomilit përmban aminoacide që lehtësojnë
e relaksimin e gjendjes suaj, sidomos kundër këtyre shqetësimeve. Kamomili është një zgjidhje shumë e mirë për të shtuar vazhdimisht në dietën tuaj. Çelësi qëndron te sasia e konsumit të tyre. Nuk duhet ta teproni me të dhe ta përdorni si duhet. Ai ju ndihmon të bëni një gjumë më të rehatshëm. Një nga përfitimet më të njohura të kamomilit janë efektet pozitive për gjumin. Por çfarë do të thotë ky studim? Një analist zbuloi se kamomili në fakt mund të përmirësojë cilësinë e gjumit dhe gjithashtu çrregullimet e ankthit. Cilësia e dobët e gjumit mund të rrisë ankthin dhe rrezikun e depresionit. Kështu që çaji i kamomilit është një nxitës shumë i mirë i gjumit dhe ka efekte që zgjasin deri në ditën e nesërme. Kamomili mund të përmirësojë komplikacione shëndetësore të lidhura kështu me radikalet e lira në trup. Një nga shkaqet kryesore janë edhe radikalet e lira. Një studim i vitit 2023 i botuar në Integrative Therapy zbuloi se kamomili mund të jetë një terapi e dobishme në lehtësimin e radikaleve të lira. Çaji i kamomilit mund të përmirësojë sistemin tuaj tretës. Një nga efektet më të mira të kamomilit në dietën tuaj është përfshirja e çajit të kamomilit, i cili do të japë rezultate fantastike në përmirësimin e tretjes dhe mbajtjen larg të komplikacioneve të tyre. Një nga efektet e zakonshme të kamomilit është përmirësimi i shëndetit gastrointestinal. Kamomili qetëson simptomat e sëmundjeve të refluksit gastroezofageal dhe zvogëlon gjithashtu edhe inflamacionet, sipas mjekësisë integrative. Ai mund të zvogëlojë komplikacionet shëndetësore që lidhen vazhdimisht edhe me luhatjen e sheqerit në trup. Sipas Qendrës për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC), diabeti ju vën në rrezik të lartë për komplikacione të tjera mjekësore si humbja e shikimit, sëmundje të zemrës, gjithashtu edhe sëmundje kronike të veshkave. Përfshirje për shkak të efekteve antioksiduese, çaji i kamomilit mund të ndihmojë në ndërlikime shëndetësore të lidhura kryesisht edhe me luhatjen e sheqerit në gjak. Për këtë shkak, ekspertët tregojnë përdorimin e kamomilit si një zgjedhje mjaft të mirë ushqyese në mbajtjen larg të këtyre shqetësimeve. Kamomili është i pasur me komponent fenolik dhe sipas një studimi të vitit 2022 në Journal of Diabetes and Metabolism Disorders, këto komponent mund të funksionojnë si opsione të trajtimit bimor për diabetin. Çaji i kamomilit mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Një përfitim tjetër i kamomilit është përmirësimi i profileve të lipideve. Kolesteroli i lartë luan një faktor rreziku për sëmundjet e zemrës, kështu që çaji i kamomilit mund të përmirësojë shëndetin e zemrës dhe si rezultat t'i japë efekte pozitive në mbrojtjen e organizmit në betejën kundër këtyre komplikacioneve. Për më tepër, pirja e çajit të kamomilit mund të japë rezultate mjaft të mira lehtësuese kundër këtyre shqetësimeve. Sipas Eating Well, kamomili është një zgjidhje përkatëse me efekte pozitive në mbrojtjen e organizmit. Askujt nuk i pëlqen të përballet me ngërçe dhe humor të ulët në ditët para menstruacioneve. Për fat të mirë, ka një zgjidhje mjaft të mirë ushqyese kundër këtyre komplikacioneve, dhe ajo është përdorimi i kamomilit, që do të japë ndikime pozitive në mbrojtjen e organizmit. Për sa kohë që e përdorni atë në mënyrë të rregullt për shkak të vetiva antiinflamatore, antispazmatike, qetësuese dhe antiankth, kamomili mund të jetë një zgjidhje shumë e mirë kundër këtyre komplikacioneve. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja të rregullta. Çaji i kamomilit, sipas Eating Well, mund të përdoret edhe për relaksimin e organizmit tuaj. Shumë njerëz rekomandojnë pirjen e çajit të kamomilit 30 deri në 45 minuta para gjumit për t'i dhënë kohë trupit për të marrë përfitimet. Megjithatë, është e rëndësishme ta pini atë brenda masës së lejuar edhe ta konsumoni sa më shpesh gjatë ditës. Nëse keni tendencën të zhdjoheni në mes të natës për të urinuar, mund të dëshironi ta pini pak më herët në mbrëmje për të parandaluar udhëtimet e shtuara në tualet që ju prishin gjumin. Përveç relaksimit, çaji i kamomilit mund të funksionojë edhe si një terapi shtesë për çështje të ndryshme shëndetësore, duke përfshirë diabetin, kolesterolin dhe depresionin. Nëse keni alergji ose jeni duke marrë medikamente të caktuara, mund të shmangni kamomilin dhe konsultoni me mjekun, citon Eating Well. Vëmendje. Ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.